Takohemi në edicionin e radhës të emisioni 60 minuta. Që nga dita djeshme kur Komisioni Qendrori i Zgjedhjeve certifikoi rezultatet e zgjedhjeve të nënshkurtit, tashmë situata është më e qartë sa i përket formimit të institucioneve, kjo pasi që tani tutje ka rrjedhje të afateve ligjore sa i përket konstituimit të kuvendit e më pas edhe formimit të qeverisë. Por tani tutje çka është e paqartë është sa i përket se si do të duket tani qeveria e ardhshme për shkak të numrave aktual që i ka partia më e madhe fituese lëvizja vetëvendosje, derisa në orët e pazites e kemi parë që kandidati për kryeministër i PD-s Bedri Hamza ka hequr vijat e kuqe për koalicionet me gjitha partitë politike derisa ka konfirmuar se ka nisur takimet me LDK-n dhe AK-n dhe është i gatshëm për formimin e një qeverie të ardhshme të përbërë nga opozita. Për afatet ligjore, por gjithashtu edhe për koalicionet e mundshme të një qeverie të ardhshme i diskutojmë pas pak në studio me gjyqtarin e gjykatës kushtetuese Kadri Kryziun. Por si zakonisht në fillim lajmet kryesore të ditës. Presidenti Osmani paralajmëron se së shpejti do shpall datën për seancën konstituive të kuvendit. PD-ja nis diskutimet me LDK-n e AK-n, nuk ka të vijat kuqe për partitë politike. Presidenca kundërshton propozimin për rritjen e çmimit të energjisë së rrymës. Sipas presidencës, kjo rritje do shkaktonte inflacion të ri. I propozon zërrejës disa zgjidhja. 26 vjet nga masakra në Izbis ku u vran 147 persona. Deri më tani për këtë masakër është i dënuar vetëm një person me 15 vite burgim. Vetëvendosje përjashton 2 asamblesë në Prishtinë. Beratlau akuzon vetëvendosjen për ndikim të asamblesë dhe arbenvitim për sabotim të fushatës për kryetar Prishtinës. Pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve, presidentja Vjosa Osmani ka paralajmëruar se së shpejti do ta shpall datën për seancën e konstituimit të kuvendit të Kosovës. Presidentja ka kohë 30 ditë për ta thirrur këtë seancë, por ka shtuar se këshilltarët e saj ligjor janë duke analizuar se sa kohë duhet për përgatitje të një seance konstituive në mënyrë që e njëjta të mos dështojë. Që deni tani ka një afat prej 30 ditësh, është një afat pushtetues, një afat ligjor i cili parashihet për thirrjen e seancës konstituive. Për momentin ekipa ime ligjore është duke analizuar se sa mund të ketë nevojë për kohë për përgatitje të kësaj seance në mënyrë që kur thirret seanca edhe të jetë e suksesshme, pra të jetë i suksesshëm konstituimi i kuvendit të Kosovës. Pra gjithçka do të bëhet brenda afatit kushtetues. Për momentin nuk mund t'ju jap një datë sepse dua të jem saktë, mirë por shumë shpejt do ta kemi edhe datën. E një ditë pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve, kandidati PD-s për kryeministër Bedri Hamza tha se është i gatshëm ta drejtojë qeverinë në rast se këtë dështon ta bëjë lëvizja vetëvendosje. Ai konfirmoi bisedimet me realizuara me përfaqësues të LDK-s dhe AK-s etnismës, por theksoi se deri tash tem nuk ka qenë se kush do të jetë kryeministër. Megjithatë insistoi se verdikti qytetar ka treguar se cilës parti i përket. Kandidati për kryeministër i Partisë Demokratike Bedri Hamza ka bërë të ditur diskutimet për formimin e qeverisë që i ka nisur me përfaqësues të partive të tjera që për 4 vjet ishin në opozitë. Pasi kumtoi komunikimet me zyrtarët e Lidhjes Demokratike, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe të nismës socialdemokrate, Hamza tha se është i gatshëm ta drejtojë qeverinë në rast se këtë s'mund ta bëjë lëvizja vetëvendosje që i fitoi zgjedhjet. Bazuar në situatën gjeopolitike në cilën ndodhemi, situatën ekonomike në cilën ndodhet vendi, Kosova ka nevojë për institucione. Në rast se partia e parë nuk arrin mbrana fateve ligjore dhe kushtetuese, unë jam i gatshëm si kandidat për kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës të marr përgjegjësitë për krijimin e qeverisë. Që nga përfundimi i zgjedhjeve, kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku ka bërë të qartë se nuk bëhet pjesë e asnjë qeverie pa pozitën e kryeministrit, pavarësisht që partia të cilën e drejton u rangua e treta për ka fuqia e votës. Por Hamza theksoi se kryeministrin e qeverisë së opozitës e kanë caktuar qytetarët. Renditja është e qartë. Partia Demokratike e Kosovës është partia e dytë, i ka 24 deputet dhe asnjëherë në tavolinë nuk kemi pas kërkesë, nuk kemi pas ende temë se çysh ka mundok qeveria e ardhshme e Kosovës. Radha dihet dhe mbi bazën e kësajna ne do të diskutojmë. Megjithatë, Hamza tha se me LDK-n ende nuk është hapur si temë posti i kryeministrit.
me disa parti politike thuja se jemi në rregull, mund të marrë faza edhe pjesa ku realisht flasëm për edhe formulën e komponimit të qeverisë, ndërsa sa i përket të disa partive politike, e thash në këtë rast edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ne ende nuk kemi rrinë në atë fazë ku ta diskutojmë formulën e krijimit të qeverisë. Kandidati për kryeministër i PDK-s tha se nuk ka vija të kuqe as për lëvizjen vetvendosje, ndonse shprehu preferencën për bashkëpunim me partitë opozitare. Presidenca e Kosovës ka kundërshtuar propozimin për rritjen e çmimit të zërejës të energjisë elektrike. Në komentin dërguar zyrës së rregullatorit të energjisë në kuadër të procesit të shqyrtimit të tarifave, presidenca ka propozuar disa rekomandime për të parandaluar shtrejtimin e energjisë elektrike. Propozimi i zërejës ka qenë që rryma të shtrejtohet për 15% nga prilli. Në komentin e presidencës dërguar zërejës thuhet se një shtrejtim i tillë do të sillte barë të madhe për qytetarët. Presidenca ka propozuar që si masa të menjëhershme të jenë mirë menaxhimi i shpenzimeve dhe humbje, subvencioni i energjisë, identifikimi i masave shtesë për obligimin e pagesës së faturave mujore në veri, largimi ose reduktimi i përkohshëm i TVSH-s për energjinë elektrike, dizajnimi dhe prezantimi i programit të shqyrjes së pagesave. E si masa më afatmesme, presidenca ka rekomanduar menaxhimin efikas të kekut dhe planifikimin e mburimeve energjetike, rritjet e efikasitetit të furnizimit me energji dhe vazhdim të programeve të eficiencës. Pos presidencës në ditën e fundit të mundësisë për komentim, këtë kanë bërë edhe Indepi, KEC, KOS dhe KESCO. $344 ushtarë të rinj janë shtuar radhëve të forcës së sigurisë së Kosovës. Në ceremoninë e betimit, presidentja Vjosa Osmani uroi ushtarët e rinj duke i quajtur pasardhës të denjtë atyre që dhanë gjithçka për Kosovën. Ajo vlerësoi lart rolin e FSK-s në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në vend. E kryeministri në detyrë Albin Kurti ka deklaruar se ushtria e Kosovës çdo ditë më shumë po zhvillohet dhe po fuqizohet. Ai mesirash tha se uniforma që bartin ata është dëshmi e gjakut të dëshmorëve që ranë për lirinë e Kosovës. Ministri në detyrë ka thënë se ata janë garanci se populli i Kosovës do të jetojë në paqe. Sot bën 26 vjet nga masakra në Izbic. Më 28 mars të 99-s, forcat serbe dhe ushtarake policore, pas rrethimit të mirëve civilëve të fshatit Izbic dhe vendbanimeve përreth, veçuan 147 burra të rinj dhe pleq, të cilët i vranë dhe i masakruan, ndërsa pjesën tjetër e dëbuan jashtë Kosovës. Për vrasjen e civilëve shqiptar 26 vjet më parë nga forcat serbe në fshatin Izbic, është arrestuar deri më tash një person. Muhamet Ali Demaj, shqiptar me shtëtësi të Serbisë, i arrestuar në vitin 2021, është dënuar me 15 vjet burgim për këtë masakër. Masakra e Izbicës është njëra prej krimeve më të rënda që ka kryer Serbia në Kosovë gjatë luftës viteve 98-99. Avokati i popullit ka dorëzuar raportin vjetor për vitin 2024 në Kuvendin e Kosovës, i cili paraqet gjendjen e të drejtave të njeriut në vend dhe punën e institucionit të avokatit të popullit. Nga hetimi ankesave dhe hetimet sipas detyrës zyrtare janë adresuar gjithsej 176 rekomandime. Në raport thuhet se në përgjithësi nga analiza e rasteve të hetuara, del se vazhdon të mbetet shqetësuese fakti i pamundësisë që institucionet e drejtësisë të garantojnë gjykim të drejtë për shkak të kozgjatjes dhe zvarritjes së procedurave gjyqësore. Raporti po ashtu ka konstatuar se në disa raste ka pasur mungesë të trajtimit me dinjitet të disa kategorive të ndjeshme që janë përballur me sfida gjatë realizimit të drejtave të tyre. Raporti thekson mungesën e mbulimit të trajtimit mjekësor për persona me status të invalidit të luftës, pengesat që kanë hasur viktimat e dhunës seksuale gjatë realizimit të statusit të tyre, detyrimi personave tetraplegjik dhe paraplegjik që të paraqiten për rivlerësim në komisionet mjekësore janë disa nga shqetësimet që avokati i popullit i ka ngritur këtë vit.
Pas dorëheqjes së nënkryetarëve të komunës së Prishtinës Alban Zogajt e Ehona Lushaku Sadriut, nënkryetari i ri i Prishtinës është emëruar antar i kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, Shkëm Manaj. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku përmes një statusi në Facebook ka bërë të ditur për këtë vendim. Ai përgjatë 4 vjetëve të shkuara, sikurse gjatë gjithë jetës së tij profesionale, ka shërbyer me plot dinjitet e me plot përgjegjësi në komunë, ka shkruar Abdigjiku. Zogaj e Lushaku Sadria ndërhequr nga pozitat e nënkryetarëve pasi kanë fituar garën për të bërë deputet në Kuvendin e Kosovës. Lëvizja vetëvendosje ka përjashtuar nga partia 2 asamblesët e Prishtinës Berat Lahun dhe Edmond Azemin, të cilët kohëve të fundit janë distancuar nga veprimet e degës më të madhe të partisë. Të dy ndryshuan edhe ulësët dhe gjatë seancës së tretë për si vjet u prezantuan si asamblesë të pavarur. Dy asamblesë të Kuvendit Komunal të Prishtinës, Berat Lahu dhe Edmond Azemi, janë përjashtuar nga lëvizja vetëvendosje. Gjatë seancës së tretë të Asamblesë Komunale për 2025, ata u pozicionuan si të pavarur duke u ulur në fund të sallës, larg asamblesave të tjerë të partisë. E pas fillimit të seancës, vetëvendosja njoftoi për përjashtimin e tyre dhe bëri të ditur se vendimi është marrë nga Komisioni Disiplinor i këtij subjekti politik. Berat Lahu dhe Edmond Azemi nuk janë më pjesë e lëvizjes vetëvendosje, me vendim të Komisionit Disiplinor të lëvizjes. Vendimi i parë është marrë me datën 10 mars 2025. Votimi dhe prezenca në seanca në të cilat dëmtohet interesi publik dhe tjetërsimi i vullnetit të qytetarëve për interesa të ngushta janë arsyet e këtij përjashtimi. Rruga jonë është gjatë dhe vështirë, ata që për interesa personale tjetërsojnë këtë rrugtim nuk kanë vend në lëvizje. E asamblisi Lahu shprehu pakënaqësinë për mënyrën se si dega e vetëvendosjes udhëhiqet në Prishtinë. Presën e krye të saj është vënë Arben Bitia. Vitin 2017, kryetari i qendrës Prishtinës zgjedhët Arben Bitia dhe prej ditës parë, pasën pjesën e punën e menaxhimit të qendrës. Mënyrën se si është punu, ose se si s'është punu, dhe mënyrën se si janë kriju një marrë vendime, është tentuar të bëjë puna e çmë. Mos pajtimet e këtyre dy asamblesëve dhe vetëvendosjes janë parë edhe më parë. Lahu dhe Azemi dolën kundër bashkëpartijakëve të tyre në seancën e dhjetorit, kur mundsuan quorumin për miratimin e buxhetit të komunës së Prishtinës. Lahu ka hedhur akuza edhe për ndikimin tek asamblesët se si të votojnë. Në qendrën e Prishtinës, grupi i asamblesëve përkundër me statutit takon vendimarrja e plotë dhe e vetme për çdo vendim që të vinë me mesazh pak para se më votu për kundër. Tuti që shkon në det aty zgjidhni mendu, po veçinë. Ndaj deklaratave të tij nuk reagoi asnjë asamblesë vetëvendosjes. E në këtë seancë, për herë të parë si drejtori i investimeve kapitale, u paraqit Sokol Havolli, pas dorëheqjes së Krenar Xhaferit, i cili la këtë post për atë të deputetit. Megjithse ju vendos emri si nënkryetari i Prishtinës, Florian Dushi nuk ka qenë prezent në seancë.